Përveç Ardian Bitraj dhe Mimoza Brusjas, të dy personat e vetëm të dyshuar deri tani për zhdukjen e 6 miliardë lekëve nga reparti X i Bankës së Shqipërisë, rreth i personave që do të hetohen, pritet të zgjerohet. Burime pranë grupit hetimor kanë bërë me dije se po verifikohen edhe emrat e zyrtarëve të bankës që kishin për detyrë kontrollin e parave stok dhe inventarizimin e tyre. Hetuesit kanë bërë me dije se është e çuditshme që për 4 vite me radhë nuk është bërë inventarizim, çka i ka dhënë mundësi Ardian Bitraj dhe Mimoza Brusjas të nxjerrin para nga departamenti më i rëndësishëm i Bankës Qendrore, ai emisionit. Hetuesit kanë dyshime të forta se për aktivitetin e Bitrajt kanë ndjeni edhe individ të tjerë të cilët mund të kenë bashkëpunuar me të. Mësohet se prokurorët e çështjes kanë kërkuar sekuestrimin e kamerave të sigurisë të ambienteve të repartit X për të parë hyrjet dhe daljet e dy të akuzuarve gjatë periudhës 4 vjeçare. Megjithatë, grupi hetimor ka dyshime se kasaforta ku mbaheshin parat stok, aty ku viste dhe Ardian Bitraj, nuk ka kamera sigurie. Kjo e ka ndihmuar mjaft Bitrajn për të nxjerrë parat nga aty pa rënë në sy, duke i futur poshtë rrobave të tij. Bëhet me dije nga hetuesit se është marrë në pyetje edhe personeli i sigurisë i departamentit të emisionit, i cili ndodhet në Linzë. Ndërkohë, nga sekuestrimi i kamerave të sigurisë do të shihet edhe puna e punonjësve të sigurisë për të parë nëse ata kanë ndjekur procedurat në kohën kur Ardian Bitraj linte punën. Një pjesë e grupit hetimor ka shkuar në kazinot ku Bitraj pretendon se ka lënë 6 miliard lekë të vjetra. Mësohet se do të sekuestrohen edhe kamerat e sigurisë së këtyre bizneseve për të parë shumën e parave që ka lënë Ardian Bitraj, i cili për 4 vite vodhi një nga institucionet më të sigurta në Shqipëri. Ndërkohë, në pyetje do të merren edhe punonësit e kazinove për të parë nëse ata mbajnë mend Bitrajn dhe në çfarë shumash luante në kazino. Banka e Shqipërisë do të njoftonte se auditi i brendshëm kishte konstatuar se në disa arka mungonin para. Pas kësaj, Ardian Bitraj pranoi se ka marrë para nga arkat duke i zëvendësuar ato me libra dhe letra.